Njudi Toskani është receta për ditën e sotme, besoj se të gjithë e njihni këtë recetë, është një recetë e krahinës së Toskanës, shumë e thjeshtë dhe shumë e shijshme në përgatitje dhe jam e sigurt që askush nuk ka për t'i bërë naze. E jenë dhe përgatisim së bashku. Si fillim, hedhim vaj në ullit një tigan së bashku me një hudhër, shtojmë spinaqin, e kriposim dhe gatuajmë derisa vëllimi i spinaqit të ulet. Spinaqi do lëshoj pak ujë, ndërkohë e kullojmë ujin e tepërt në mënyrë që harxhi të mos na dali shumë i ujshëm. E vendosim në një dras dhe me ndihmën e një thike e presim shumë po shumë imët, e lëmë që të ftojë dhe më pas e kalojmë në një enë tjetër, ku shtojmë edhe gjizën që më parë e kam kulluar. Kam përdor gjizën e vis, kam hedhur vezën, djathtin kaçkavall, kripën, piperin, pluhur hudhre dhe arë moskat. Të gjitha këto përbërës i përziejmë mirë me njëra tjetrën derisa të bëhet një masë homogjene. Nëse harxhi ju duket pak i ujshëm, shtoni pak më mirë sepse edhe unë ashtu veprova. Pastaj në të njëjtin tigan kur skuqja spinaqin, hodha vaj në ullirit, hudhër, salcë, borzilok, krip dhe i lash në zjarr shumë të ulët që të gatuhet derisa masa e salcës të mpikset. Kam dhënë format e njudi Toskani, unë i kam bërë të rumbullakta dhe pak më të mëdha se ç'bëhen zakonisht, dhe i kam kaluar në mje dhe me ndihmën e dorës i kam bërë lëvizje që të heqim miellin e tepërt. I kam vendosur që të zihen dhe në kohë që kanë dalë në sipërfaqe do të thotë që njudi janë gati dhe i kam kaluar te salsa dhe siç e shikoni ka dalë mrekullia vet. Nëse përgatisni, ju bëf të mirë.